Çfarë kam pa atë ditë, çfarë kam dëgju atë ditë, hajde. Nuk mund të them që kam qenë dhe jam personi I njëjtë kur kam dalë nga ai takim. Pse ka shumë deputete që e kanë refuzu kompensimin e atyne vgrave? Ne nga përfundimi I luftës drejtuam gishin ndaj të mbijetuarave, duke thënë që është faji yt. Ti e ke kërkuar atë. A ka pas në moment gjatë qasaj periudhës ku ke dashur me jep dorëheqje? Kam pas edhe kërcënime, kam pas edhe format të tjera të dekurajimeve të tjera, do të thonë që... Nga kolegët? Absolutisht që po, absolutisht që po. A I kishe pranu prap një mandat prezidencial? Hajde, do shta do vi rasti që ndalë dhe I flasë publikisht disa gjëra.